usjeve tash sfund me hetim ndaj krye prokurorit të kësaj gjykate. Pastaj e kemi gjyqtarit procedurës paraprake. Tash e kemi edhe gjyqtarin e procedurës paraprake që është fut në lidhje nga administratat e zotit Trump. Pra ata administrata amerikane ka informacione të sakta se këtu është një qëllim, një tendencë me një luftë drejt çlirimtare. Edhe për këtë arsye disa herë kanë ngritë zonën edhe shqetësimin vetë administrata Trump. Është e habitshme se si bashkia ndërkombëtare në këtë rast, Bashkimi Evropian hesht në këtë rast. Hesht për trafikim organe, hesht për këto skandalet të cilat kanë ndodhur në vazhdimsi prej momentit parë deri më sot. Po, dhe nëse flasim për këtë, dua të pyes zotëri Qeriqi edhe pak një çështje që përmendi, arsimi për debatin publik. Sa realisht bëhet debat publik për këtë çështje? Sa ja kemi huq në këtë aspekt? Fatkeqësisht jemi marrë pak. Institucionet e Republikës Kosovës SPAKU është dashur me ia dhënë mundësinë me ia hap rrugën një organit mbikëqyrës i cili do ta përcillte gjithë procesin edhe do të raportonte qoftë në kuvend apo qoftë në institucione tjera të drejtësisë në Kosovë për gjitha këto padrejtësi që ju kanë bën vazhdimsi, sepse kemi në pothuajse në gjitha rastet ju kanë refuzuar kërkesat të akuzuarve, edhe në anën tjetër secila kërkesë e prokurorisë do thotë është mbështetur nga gjykata dhe në shumë raste gjykata do thotë ka qenë në një linjë me prokurorinë. Kjo është shqetësuese, por fatkeqësisht si shtet si institucionet e Republikës Kosovës mund të them se nuk jemi marrë fare, nuk jemi marrë me procesin që po ndodh atje. Dhe arsim nëse qëndrojmë tek dëshmitarët,